Sazani nuk është thjesht ishulli më i madh i Shqipërisë, është një nga pikat gjeografike më të çmuara ushtarakisht në gjithë Mesdheun. Dhe kjo shpjegon pse për mijëra vjet asnjë fuqi e madhe rajonale apo botërore nuk ka hequr dorë prej tij pa luftuar. Vendodhja e tij është arsyeja themelore. Sazani shtrihet pikërisht në grykën e gjirit të Vlorës, në pjesën lindore të ngushticës së Otrantos, kanali i ngushtë ujor që ndan Italinë nga Shqipëria dhe që shënon njëkohësisht kufirin natyror mes detit Adriatik dhe detit Jon. Kush kontrollon Sazanin, kontrollon në praktik hyrjen dhe daljen nga Adriatiku, një det që historikisht ka qenë rrugë jetike tregtare dhe ushtarake për port qytete si Venediku, Dubrovniku dhe Triesti. Kjo është arsyeja pse studiuesit e gjeopolitikës e përshkruajnë Sazanin si një nga shembujt më të pastër se si vetëm pozicioni gjeografik mund t'i jap një copëze toke rëndësi jashtëzakonisht të madhe strategjike. Pavarësisht madhësisë së saj të vogël, kjo vlerë strategjike nuk është spekulim modern, por është vërtetuar praktikisht nga çdo fuqi e rëndësishme që ka kaluar nëpër rajon. Romakët e përdorën gjirin si vendpushim për flotën e tyre gjatë luftës civile romake. Venedikasit e mbajtën ishullin nën protektoratin e tyre, Osmanët e kontrolluan në mënyrë de facto për shekuj. Ndërsa Greqia mori formalisht ishullin në 1864, por nuk arriti kurrë ta okupojë realisht. Momenti kur rëndësia ushtarake e Sazanit u bë plotësisht e qartë ishte lufta e parë botërore. Italia e pushtoi ishullin në 1914 dhe e mori zyrtarisht pas luftës, duke e shndërruar në një bazë të fortifikuar detare që kontrollonte aksesin në Adriatik, një kontroll aq të vlefshëm sa u ratifikua zyrtarisht me Traktatin e Fshehtë të Londrës në 1915. Gjatë luftës së dytë botërore, nën administrimin italian dhe më pas gjerman, Sazani u përdor si bazë nëndetësesh, pikërisht sepse pozicioni i tij lejonte kontroll të drejtpërdrejtë mbi lëvizjet detare në të gjithë ngushticën. Rëndësia e vërtet strategjike e Sazanit arriti kulmin gjatë luftës së ftohtë. Enver Hoxha, me ndihmën e Bashkimit Sovjetik, e shndërroi ishullin në një nga bazat më të fortifikuara në gjithë Ballkanin. Mijëra bunker betoni, një rrjet i tërë tunelesh nëntoksore që përdoreshin për të fshehur dhe strehuar nëndetëse sovjetike, dhe deri në disa mijëra ushtar të stacionuar për hershëm atje. Një memo e fshehtë e CIA-s nga viti 1960 e një e quajti Sazanin Gibraltari i kuq i Mesdheut, një krahasim domethënës, sepse Gibraltari është ngushtica tjetër ikonike që kontrollon hyrjen në një det të tërë. Kur marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik u prishën, Hoxha mbajti disa nga nëndecet sovjetike të fshehura në Sazan, dhe Moska, për të mos rrezikuar një përplasje duke hyrë në ujërat e kontrolluara nga NATO, zgjodhi t'i braktisë ato. Gjatë gjithë regjimit komunist, infrastruktura ushtarake e ishullit shërbeu njëkohësisht për dy qëllime: mbrojtje kundër një pushtimi të mundshëm nga jashtë dhe kontroll i rrept kundër aratisjeve të shqiptarëve drejt Italisë, e cila në ditë të kthjellëta shihet me sy të lirë nga bregu i Sazanit. Edhe pas rënies së komunizmit dhe demilitarizimit pjesor të ishullit në 2015, statusi i tij zyrtar mbetet ai një zone të kufizuar ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes, sepse pozicioni gjeografik nuk ka ndryshuar, vetëm konteksti politik. Sot Shqipëria është antare e NATO-s dhe ngushtica e Otrantos mbetet po aq e rëndësishme si dikur për kontrollin e lëvizjeve detare mes Mesdheut qendror dhe Ballkanit, për vrojtimin e trafikut detar dhe potencialisht për çdo skenar sigurie rajonale që përfshin Adriatikun. Pikërisht kjo është arsyeja pse plani i fundit për ta shndërruar pjesërisht Sazanin në resort turistik luksoz, i mbështetur nga firma e lidhur me Jared Kushnerin, ka ngjallur aq shumë debate proteste në Shqipëri gjatë 2026, jo vetëm për shqetësime mjedisore, por edhe sepse për shumë shqiptar ky ishull mbetet simbolikisht dhe strategjikisht tokë me vlerë kombëtare të veçantë, jo thjesht pronë turistike si çdo tjetër.